Faleminderit. Ta gëzoni, ta lexoni, ta kujtoni historinë siç e keni kujtuar vazhdimisht. Gjithmonë. Detarët me lekëria të madhen Hasan Moglica. Shqyr që po i rikujton këto vlera 100 vjet të përkujtimit të lavdishëm me gjithë të shekët të shumë. Ty të lumë për prezentimin që i bën në historisë nderuar të lavdishme të Gollobordës edhe figura më të madhe. Lumë je një ndër njerëzit që faleminderit shumë që i ngren lart të shumë njerëz të tillë i duan kombë. Respekte shumë. Faleminderit, e meritojnë, gjithçka e meritojnë. Këto, vetëm këto, mund sa i gjirdi, ja? Jo, Ivan Migurat, vikën e mërë familë. Edhe i Trebishtit, edhe i Shqipërisë. Edhe i Gollobordës, edhe i Tivë. Jam 70 vjeç. Ministri i Mjedisit Lefter Koka. I nderuar zoti ish prefekt dhe kryetari i ri i Bashkisë së Bulqizës Melaim Damzi. I nderuar zoti deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim Përparim Spaiu, të nderuar përfaqësues të tjerë të ardhur nga institucionet e qeverisë, të nderuar miq e të ftuar. Ju uroj mirëseardhjen këtu në fushklenjën tonë për të nderuar së bashku 10 figurat adhetare të Gollobordës, të cilët janë Hasan Moglica Jokshtunit, Eles Koqi Justrenit të Madh, Isen Destani Plaku i Trebishtit, Shaban Elmazi i Ostrenit të Vogël, Qerim Alia i Klenjës, Aziz Lila Vajt Kormaku, Adem Bojazhiu të Stëblevës, Murat Qoli i Zabzunit e shumë të tjerë. Është në nderin ton mbaj krajinor që t'i kujtojmë e nderojmë këta figura të shquara këtu në Bellavot, pranë memorialit që kemi përëruar vjet pikërisht më 29 qershor 2014. Se cili nga këta patriot të Gollobordës ka një biografi të pasur qëndrese dhe heroizmi deri në jetën e tyre kundra pushtimit serbo-bulgar në fillim të shekullit të kaluar deri në vitin 1924. Ka kaluar plot një shekull nga rënja e tyre heroike në ato vite tragjike të 1915. Luftës së parë botërore 1914-1918. Të nderuar pjesëmarrës, tashti Golloborda jon njihet shumë në rangun kombëtar, jo vetëm në disa breza si kryemjeshtra ndërtuesish me mendje dhe duar të harta, por rasti që dëshmojmë edhe në historinë qendrese e betejës fitimtare gjatë gjithë historisë shekullore të saj, deri në kulmin e luftës nacionale shqiptare, ku morën pjesë qindra bij Gollobordas dhe ranë në fushën e nderit 25 djemt e saj, vazhdues të këtyre 10 figurave qendrore të lapidarit të sotëm. Të nderuar pjesëmarrës, jemi të ndërgjegjshëm sepse ne pushteti vendor i bazës të 3 komunave, krahas festimeve të merituara të përvjetoreve shkollore në Ostren të Madh, në Trebisht e në Ostren të Vogël, kemi bërë pak me fondet tona për mirënjohjen, restaurimin e lapidareve dhe pikave muzeore. Përveç 2 lapidareve funksionale të kohës në qendrën komuna Trebisht e Ostren Madh, kushtuar dëshmorëve të luftës nacionale shqiptare, apelojmë fort për bashkimin dhe kthimin e identitet të çdo ideje të tillë, qysh nga ai ish lapidarit kundra postës italiane në Xhaden e Ostrenit të Vogël e deri në hyrje të Klenjës e Mosthez në Pushtudën. Edukimi adhetar i brezave me traditat më të mira në çdo fshat të Gollobordës sot, e cila po ripopullohet. Kjo është takim i cili vlen për Gollobordën, pasi Golloborda është në arrest pak a shumë nga një pjesë e strukturës qendrore, po besoj e mendimin e ministrit që na dhan fjalën që do bëjë gjithçka për të zonë. Mëzuar festën, kjo është gjithmonë bashkë, jemi të ndarë, kush mendoj që ndaj Gollobordën nga bënë shumë rënë, kjo është toka rrore këtu, përse i them nga bënë rënë shumë, kjo është toka rrore. Pjesëma dhe ishtë shumë më e madhe, por ky vend besoj të shkojnë atë ku duhet. E ka vendin e vetë, po do të ku duhet. Ju falenderoj gjithë.
Përshëndetje nga zoti Hasan Shajnaj, kryeredaktori i gazetës së pavarur Zori Gollobordës. Të respektuar pjesëmarrës, zonja e zotërinj, të nderuar të ftuar të pushtetit vendor qendror, bashkiak prefekturor, sot jemi mbledhur për të përkujtuar e nderuar me mirënjohje e omazh të merituar 10 figurat abdetare arsimore, siç foli kryetari i komunës, martir të Gollobordës son, pikërisht në 100 vjetorin e rënies dhe 1 vjetorit të memorialit kushtuar atyre. Edhe pse i kemi bërë të njohur me kohë, me shkrime, botime librash, për të madhin Hasan Moglica, që kemi edhe këtu për ta promovu më tej, e publikimet e këtyre ditëve në internet, e në kas për eventin në sotëm, për të 10 figurat në fjalë, sot pikërisht, është një përkim i veçantë i rënies së tyre në këtë muaj të qershorit 1915-2015, pra një shekull heroik. Konkretisht, Aziz Lila i Stëblevës, përfaqësuesi i kreinarisë së Gollobordës, dhe martiri i gjuhës shqipe, masakruar nga serbët në 7 qershor 1915 në Llakavic, këtu ngjitur. Hasan Moglica e Okshtunit, ishte përfaqësuesi i Gollobordës në lidhjen shqiptare të Prizrenit, të 10 qershorit 1878. Vajtur atje së bashku me patriotin e madh, Abdyl Frasherin, pasi e ka strehuar Trinet në shtëpinë e vet dhe pastaj së bashku ka rrugëtuar nga Dibra e Madhe për në Prizren. Është vrarë nga serbët më 17 qershor 1915 në afërsitë të Okshtunit, duke groposur për së gjallë. Kësaj një muaj më pas, më 7 gusht 1915, u masakrua Vasil Mllaten Pleushku i Klenjës, adetare martir i shpërndarjes së librave shqipe në Gollobord. Kronologjia heroike vazhdon me adetarin e Lesa Dikoçi, masakruar nga bullgaret në 4 mars 1916 në Fushvërnic, sot emrin e nderit të laftisë të cilit ban shkolla e mesme bashkuar e vendlindjes së tij Ostreni i Madh, qendër komune. Ka qenë ish delegati i Kuvendit të Vlorës të 1912-s dhe shpalosi flamuri kombëtar në shtëpinë e tij në Ostren Madh, u masakrua barbarisht së toku me bashkëtarin adetar Qazim Dukën. Vazhdon tabloja e memorialit në dëshmorët, adetarët, prisit, kuvendar e të arsimi shqipësi, Murat Qoli Zabzunit, vrarë me 1917, Hysen Destani Plaku i Trebishtit, heroik, vrarë me 1918, Shaban Elmaz Ostreni, i Ostrenit të vogël, që hapi shkollë shqipe në vitin 1919, në vendlindje, dhe meritoi emrin e tij shkolla e sotme, nënveçare Ostreni vogël, me vendim të Këshillit Komunës Ostreni Madh dhe miratim nga prefekti i Dibrës, zoti Melajm Damsi, në 5/6/2015, dhe të cilin prefekt e kemi dhe të prezent dhe përgëzoj. Vijon memoriali me figurën e shquar të mësuesit, e studiuesit Vajt Kormaku, nga Stëbleva, dhe ndalet tek iniciatorët e kuvendeve e tek pleqësive të fshatrave tona, në bashkëpunim me mirëkuptim komunitar, si që janë dhe kanë qenë Adem Bojaxhiu në Stëblev dhe Qerim Alian në Klenj, madje shtëpia e këtij të fundit edhe bazës 3 luftës nacionale shqiptare, përveç mjeshtrisë së spikatur të shajak punuesit në zonal të spikatur. Të nderuar pjesëmarrës, në fakt krajina e madhe e Gollobordës, me 32 fshatrat e saj tradicionale, ose si që mbiquojnë Dibra Epërme, e Sipërme, patriotët dietarë të njohur të Dibrës, Marti Vrane, Said Najdeni, Aki Sharofi, Ismail Strazimiri, Ushtaraku i Madh, Aki Stërmilli dhe plejat e tyre. Pra Golloborda jonë ka një histori të gjatë e të pandërprerë. Luftra shëmbetesh të fituara dhe të gjithë historisë së saj shekullore. Dokumentuar më saktë qysh nga 9 betejat skënderbegiane të shekullit 15, tashmë të njohura në trevën tonë përmes studiuesit Vajt Kormaku me emërtimet Fush beteja Modricës, Modricit të pranë, e deri tek Kështjella, pastaj beteja me Çadit, Borov, Orveniku, Stëblev dhe Kështjella Arvërore, Spetigradi, Midrim të Zi, përballë fshatit të madh Trebisht. Sot është rasti të përkujtojmë epopejën e të qendresës para, gjatë luftës parë botërore
grabitjare. Kryesisht në arkun kohor 1912-1924, pra 12 vjeçarit, deri në rivendosjen përfundimtare të kufirit Gollëbordë, pra pas neutralitetit të vjeçar 1921-23. Nuk ka betejë të Dibrës mbar, të dy grykave të saja, e madhja dhe e vogla, ku të mos jenë prezent qetat e luftëtarëve Gollëbordës, të udhëhequra nga Hasan Berezha Koçi e Mustafa Hagostreni, nga Dancami Serpetov Galevishtit, nga Hoxh Mokdica i Okshtunit, nga Ramadan Kanxha Sefer Maliqi e Sali Sadiku të Tërbishtit, nga Murat Qoli Zabzunit, nga Aziz Lila dhe Islam Lama të Stëvlevës, e tjerë. Ky fundit madje dhe ministër në qeverinë e Fanolit të 1924. Gollëborda jonë 3 herë u shkel dhe u doj nga invazioni serbo-bulgar i 2 luftrave ballkanike dhe asaj botërore gravitjare. Në arkun kohor 12 vjeçar resht 1912-24. Mirë po nuk u nështrua, luftoj me vetmuhim me mbjetoj, sikur vetëm me popën e luftës së Steblev, Zabzun Borovës të kujtoj, sot të vitit 1920, që përbën një popë si vlora e historisë, do të na duhen ditë të tëra me rëfime episode, me tablone papar, ku në prologore istikame luftonin së toku me burat edhe gratë. Madje ranë 2 dëshmore në Nebi, Gjemili Rabia Abazi, për të cilat në nderim kanë botuar libër më vete autorët Gollëbordës e Diabazi Kujtim Boriqi. Masakra në Fjale Qatë për Vallit, ku masakruan në gruposën në një varë masiv deri 300 veta. Përbën një Srebrenic, paq makabre sa ajo Bosnjakja e fillim shekullit 21 që rojmë ne. Sot, në omazhin e nderit të Lavdis, për 10 figurët e memorialit të pranë, ku jemi mbledhur, ka vend veç mirënjohës së thellë edhe për një apel strukturave qeveritare, si që foli zoti kryetar, që nga Ministria e Kulturës, Drejtoria e Monumenteve, deri tek Bashkia e Bulqizës, me zotin Ndamsin krye, për të ecur më tej në restaurimet të pikave muzeore, sepse terrenet e çdo kohe nuk duhen harruar dhe janë baza ku ecim ne tutë. Pa harruar dhe dëshmorët e punës ndërtimtare të tuneleve të mbrojtjes të ushtrisë, digave, urave, veprave kudo në paradhe. Thënë kjo hapur, sepse Gollëborda është pëllëmbe gjake histori dhe 25 dëshmorët e saj të luftës nacionale shqiptare janë në fakt bie nipër të këtyre 10 figurave të sotme të nderuara. Sot mote për gjithmonë. Sikur vetëm Trebishtin të përmendim, fshatin më të madh të Gollëbordës dhe ndër 3 më të mëdhenj të Dibrës mbar dokumentohen 12 dëshmorë të luftës, 30 dëshmorë të punës, 7 heroj të punës socialiste, 4 laureate të çmimit të Republikës në ndërtime në art. Do më thonë, është një tablo krenarie dhe jo elozhi autolevdate. Krasuar si sfidantën thojza do thëmi me çdo krahin e bashki si motor në rafsh kombëtar. Të nderuar pjesëmarrës. Gollëborda jonë pas reliefit geostrategjik, siç na e pandë ministra dhe i përgëzoi me shpirt në moshën që jam unë, ka një këndvështrim pozicional si mas meje. Nga verilindja, ujrat tona natyrale pratë Gollëbordës derdhen tradicionalisht në Trindëzi, lumit tonë më të madh, kombëtar, që përshkon gjithë ateu. Aleati ynë historiko kufitar, sepse mësuesi i parë i Dibrës i shkollës shqipe institucionale, Akisharofi u drejtua para një shekulli këtij lumi. Trinizi o plak i malësis, a do t'ja lam o pet sërish Dibrën Sërbis? Kurse nga këndvështrimi juglindor i Gollëbordës, ujrat natyrore të saj, të fustunës, perles atë më poshtë, e të langës son, fshatin më jugor për fund saj, derdhen në rapun e shkumbin. Do më thënë gjatë shekullin 19 dhe fillim shekullin 20, Gollëborda ka qenë, si shdihet, në jurisdiksionin e prefekturës Elbasanit, drejtuar nga kryetari madh Aqil Pash Elbasani, krau i djathtë Ismail Qemali ton, i cili strehonte, ndihmonte për të tretën herë muhaxhirët Gollëbordës të shpëtuar nga masakrat njerëzore serbo-bullgare si më lart. Komandanti i Gjandarmerisë së Gollëbordës, emëruar nga qeveria Vlorës së 1912-s, patrioti, togeri, Ahmet Bejtaga Kavaja, me qendër tu në Klej,
e në këtë fushë ku flasim, i raporton të prefektit Taqif Elbasanit dhe i shkruan të patriotit i Sendestanit në Trebisht. Ty, Orasani, je shqiptar, i vërtet, as për atër të Ismail Qemalit, as për atër të Esat Toptanit. Ishte dhe është pra populli Golobordas teta dhe dashës, i cili kur nuk e ka tjetërsuar veten në trysnit politike të kohës, për cilat flasim sot e dokumentojnë burimet arkivore mbarkombëtare. Madje e ka tamkosur tradhtinë e prosërbit Esat Toptanit, ky popull me nofkën proverbiale, Esat tash Toptani në shtatë sofra ante, e kërkun duar nuk i lante. Kështu e ka ironizuar populli Golobordas, tradhtinë e pashoqe sadiste, i cili nxiste e ndihte qorazi. Bandat pusare, plashkitëse të Zgordës ku kaluam, të letmi, lunikut, pra të ekstremeve, sebistit, vyqistit, omeshit, për të gravitur ustallarët e pafashëm Golobordas në rrugtimet të gurbetit tradicional në të dy krahët e rrugës nacionale Librash, Klej, Zërqan, Fushstudën, Fushbuqiz, Shupenzën, Ndërsjelkas. Të nderuar pjesëmarrës, kanë qenë si përmasit adetar e modest të ndërtimit, usta Nureddin Osmani dhe usta Sandestani në Trebisht, dhe në Vlorën e largët e saj kohe, trazira është plot, të cilët drejtonin 2 brigadat ustallare shëmbullore të Golobordas të Tashlimit dhe në emër të popullit me 1921 i drejtuar guximshëm telegram lidhje së kombeve në Gjenev, ku tekstualisht protestoi për ndryshimin e kufive të 1913. Tekstualisht, është një padrejtësi e madhe me na hedh në dorë të një armikut pa besë. Pa shënimi është për serbët. Po kështu në mars 1923, 2 vjet më pas, u hartua lutja, paqe guximshme popullit të Trebishtit drejtuar KNG-s, pra Komisionin Ndërkombëtar të Kufive, në 2 bërtmallet e poshtë, shkruar në frëngjisht nga mësuesi i parë Strenamadhës, Amit Muça, dhe dorëzuar me numër protokolli nga Korrieri Zepistas Kamberkrosi. Teksti ka qenë protest në vendimit konferencës së paqes në Paris, e cilja e kishte dhënë Serbisë padrejtisht rrugën automobilistike Strug Diver e Madhe. Si përmarrësit e mësipër ndërtues me fjalë, koha i vlerësoi më pas Sivion. Nureddin Osmanin internuan dhe torturuan gjermanet në kampin Famkej të Zemunit të Jugosllavisë deri në vdekjen e tij më 15/11/1944. Kurse usta Hasan Destani i Trebisht Balas u bë kryetari i parë i Këshillit Nacional Qendror për Trebishtin e madh të luftës ditëbotërore 1941-45, duke nisur ish partizan midis 180 bijve të bashkëtarëve Kujevi, të parin të birin e tij Zulfi Hasanit. Dhe në përfundim të fjalës sime të shkurtër, ju siguroj se historia madhe, e vërtet, e dokumentuar, e Golobordës sonë qendrestare, luftëtare, ndërtimtare, arsimore, kulturore, ndërfetare, qytetruese, bashkëpunuese, progresive, në kohë hapësirë etnike shqiptare integruese evropiane, po saktësohet të përshkruhet ditës në udhën e përgjakur të këtyre dhjetra e qindra martirëve, siç përkujtuam dje e sot e mot për mot. Lavdi emrit dhe veprës sublime të 10 figura vazhdetare që na obliguan në këtë memorial e në këtë omazh përfitimor. Ju faleminderit për vëmendje. Një përshëndetje të shkurtër nga doktor Arif Hasani. 10 kuvendarët respektohen dhe çmohen nga brezi jon dhe nga brezat e arshëm, sepse ata vun jetën, dijen mbi jetën. Pra vlerësuan dijen mbi jetën. Edhe pse i priste rreziku për jetën. Edhe u bën martir, ata vun gurin e themelit të shkollës shqipe, të dërgimit të fëmijëve në shkollë, në shkollën tonë shqipe. Prandaj, këto 10 kuvendar sot respektohen me këtë seriozitet, duke marrë pjesë dhe deputet të parlamentit shqiptar, duke marrë pjesë dhe kryetari i Bashkisë së Burgjizës, edhe pushtetarë të tjerë të institucioneve tona shtetërore. Bashkë me kuvendarët e Golobordës, krah për krah, janë vlerat e dëshmorëve të luftës, janë vlerat e herojëve të punës. Të gjithë to së bashku i kanë dhënë Golobordës
një faqe të lavdishme që ne duhet të nderojmë vazhdimisht. Dhe brezi jonë duhet të le trashëgimi brezave të ardhshëm. Atë thënien popullore që nesërmja, që të kesh të nesërmen, duhet kesh të sotshme. Që të kesh të sotshme, duhet kesh të djeshme. Ne këtë djeshme në kam mbledhur këtu sot. Lavdi këtyre 10 kuvendarëve, të cilët vunë gurin e themelit për dijen, vlerësuan dijen dhe sa më shumë dije, aq më shumë liri. Lavdi kuvendarëve. Dhe tani kam nderin dhe respektin të jap fjalën ministrit ton të nderuar, zotit Letër Koka. Nderuar miq, unë shumë shkurt duke ju shprehur minjojnë që më bët pjesë të këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm sot, të këtij gjesti kaq fisnik për të kujtuar disa nga personazhet kryesore të zonës, të cilat kanë kontribuar jo vetëm në Gollobord, por dhe më gjerë, dhe duhet t'i shpreh jetarët minjojnë për ftesën. Gjithashtu duhet t'i uroj kryetarit të ri të bashkisë urime dhe kujtoj që një sfidë shumë e vështirë. Zona është kjo që besoj nuk ka qenie njerëzore në botë që mund të mos e vlerësoj. Është një zonë ku me të vërtet natyra e ka dhuruar gjithçka, por njerëzit kanë bërë shumë pak. Unë personalisht erdha me shumë dëshirë dhe për faktin ku ka kaluar fëmijërinë dhe adoleshentë dhe një moshë relativisht të madhe, një pjesë shumë qytetarësh nga Gollobordha që do të vendosën zonën Mollina dhe Urina në spital. Dhe sinqerisht do t'ju jap opinionin ndoshta nga më pozitiv, dhe do të thoja ishin shumë më të mirë se sa ne, kishin kultivuar një edukat familjare, një kulturë, ishin njerëz punëtor, u integruan shumë mirë me banorët e zonës dhe me të vërtet kaluam një fëmijëri, një rini me të vërtet shumë të mirë. Dhe kjo do të thoja kontributi i dhënë nga Gollobordha, se nuk ka qenë thjesht dhe vetëm në zonë, ka qenë kontribut edhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Dhe unë me shumë dëshirë erdha sot këtu për t'ju thënë se kam shumë dëshirë t'i kthej Gollobordhës atë çka i kanë dhuruar durrësit e mbar Shqipërisë. Unë momentin e parë që do t'jem në Tiranë, sigurisht zbashku me mikun tim, zotin Përparin Spahiu, i cili është deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe do t'ju thoja me shumë sinqeritet, po zbashku me fitimin, kanë qenë të interesuar vazhdimisht. Kuptohemi, është një zonë e cila ka një sipërfaqe shumë të madhe, ka një ndoshta numër të vogël banorësh, ku fatkeqësisht e kanë abandonuar dhe për fajin tonë. Unë nuk dua t'i vë emra politikanëve të shkuar apo të sotshëm, që gjithë bashku jemi fajtor për ta lënë këtë petë natyrës në këtë gjendje që e kemi lënë. Kërkosh të bësh 3-14 kilometra për mbi 2 orë, unë nuk besoj që është një, do të thoya, është një makabër e bërë nga gjithë ne politikanët. Unë uroj të mundemi t'ja dalim bashku me kryetarin e Nisë Gjizësova, është një sfidë shumë aq e këndshme, aq dhe e vështirë, t'i shërbesh vendit tonë. Unë kam qenë dhe kryetar bashkie dhe vazhdoj kam një kujtim shumë të bukur, vazhdoj dhe sot e kësaj dite kur shoh vepra të bëra në atë periudhë ndjehem shumë krenar dhe besoj sbashku me kryetarin e ri, sbashku me deputetin, do mundemi t'i rikthejmë kësaj zone jetën që meriton, këtë jetë të lulëzuar, sepse natyra e ka lulëzuar me shumë bimë medicinale, me shumë gjelbrim. Gjithashtu si ministri mjedisi do falenderoja banorët e zonës, ndoshta është një nga parqet ku kanë qenë jo ministrit, jo qeverit, po kanë qenë vetë banorët e zonës, cilët e kanë ruajtur dhe e kanë lënë një simbol të zonës. Ndaj duke ju shprehur edhe një herë mirënjohjen dhe falënderimin që më bët sot pjesë të këtij takimi, gjithashtu jap fjalën një angazhimi tim maksimal për t'u rikthyer atë çka Gollobordha dhe Gollobordhasit meritojnë. Ju falenderoj shumë. Zoti ministër, vetëm një pyetje. Nuk jam nga ata burra që vi dhe vit gënje për zdyti. Vetëm ajo na mungon rruga se Që besoj të realizoj. Në emër familjes dëshmorit të dheut Hoxh Muglica, me rastin e përkujtimit të 100 vjetorit të rënjes,
përshëndes gjithë pjesëmarrësit, gjithë popullin që sakrifikuan sot këtë ditë dhe morën pjesë këtë takim tonin. Falenderoj edhe miqtë që na kanë ardhur nga Tirana dhe nga qeveria. Familja ka menduar që t'jap dhuratë 1-2-3 libra që kushtohen dëshmorit Hoxh Muglica. Arif. Zotit Lefter Koka, dhuruar me rastin, letoj motivacionin vetërik. Zotit Lefter Koka, dhuruar me rastin e takimit tradicional mbar krajinor i zhvilluar në fushë të Klenjës, në nderim të 10 figurave të shquara adhetare të Gollobordës, në emër të familjes së dëshmorit Tadheut Hoxh Muglica, mentor Muglica, Klenj 28/6/2015. Dhuratën e dytë kemi menduar për shoqatën Gollaborda, e cila seriozisht ka menduar që të vendosë edhe herë autoritetin dhe vendin që u takon figurave të shquara të shoqatës sonë. Për të dhuruar këta, kryetarit do t'ja hapi kryetarit të ri të bashkisë, që t'ja dhuroni. Kujdes e rëshqet aty, kryetar, jo rëshqet zhevori. Shoqatës adhetare kulturore Golloborda, me rastin e takimit tradicional mbar krajinor i zhvilluar në fushë të Klenjës, në nderim të 10 figurave të shquara adhetare të Gollobordës, në emër të familjes Hoxh Muglicës, mentor Muglica, 28/6/2015. Dhe dhuratën e tretë, që mos u zgjasim edhe ju, kemi menduar për kryetarin e ri